çfarë thotë Islami për kujdesin ndaj natyrës. Bismillahirrahmanirrahim, pra me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit. Sigurisht se Islami është paqe, është mirësi, është afrim, jo vetëm me njerëzit, por edhe me ambientin, ose natyrën ku ne jetojmë. Sigurisht se Zoti i Madhërisëm ka thënë në Kur'an: "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Mos shkatroni në tokë derisa unë kam vënë rregull dhe qetësi. Pra, nëse e hedhni shikim natyrën, e shikojmë për shembull se si është e krijuar, me një perfeksionizëm shumë të madh. Zoti shpeshherë e ka përmend tokën, qiellin, ka përmend ujin, shiun. Thot: "Wa anzalna minas samai ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum." Thot: dhe nga lart pra e zbresim shiun dhe nga burimet nëntokësore pra e lëshojmë ujin që është në shërbimin e juaj, pra në shërbimin e njerëzve. Natyra neve pra që Allahu e ka kriju na jep shumë të mira. Për shembull, nëse del ndonjë bjeshk, ndonjë malm, ndonjë lëndin, edhe e hedh një shikim vështrues, shikim meditativ, e sheh sa bukur Zoti i Madhërisëm e ka krijuar botën, ambientin që na rrethon neve, rrethon përqark. Dhe kur ndalesh, të vjen mend një pjesë se një ajeti kuranor që Zoti i Madhërisëm thot: "Efela ta'qilun", a nuk po mendoni? Pastaj thot: "Efela tubsirun", a nuk po shikoni? Pra, Zoti na thot që na me pa natyrën, me pa ambientin që na rrethon dhe me mendue sa bukur Zoti e ka krijuar në shërbimin ton. Pra, çdo gjë rreth nesh, Allahu e ka krijuar në shërbimin ton. Po ne sa kujdesemi pastaj për këtë natyrë, për këtë ambient ku jetojmë, që mos ta ndotim, që mos ta djegim, që mos ta rrënojmë, që mos ta shkatrojmë. Pra, siç e përmendëm në ajetin e parë, që thot: "Mos shkatroni në tokë përderisa unë kam vënë rend, qetësi, stabilitet." Pra, mos i prishni balancat ose ekuilibrat. Lerni të rrjedhni në ingranazhet e veta, ashtu siç e ka krijuar Allahu xhaleshanuhu këtë kozmos dhe këtë gjithësi, me atë marifet, me ato të mira që nëse ja hedhni shikim një bashkë që për shembull me lule, një kopsht me lule, i shef gjitha llojet e varieteteve, gjitha llojet e luleve dhe pemëve, gjitha llojet e gjelbrimeve në shërbimin e njeriut. Pra, gjitha këto të mira, siç thot Zoti në Kur'an, dhe çdo të mirë që e keni nga unë. Pra, e keni nga krijuesi. Dhe Allahu xhaleshanu e krijoi këtë natyrë, qoftë deti, qoftë mali, qoftë fusha, gjithçka që ne ja hedhim një shikim meditativ dhe e shikojmë. Allahu xhaleshanu e krijoi në shërbimin ton, për të mirën ton. Pastaj shpesh pejgamberi alayhis salatu wassalam kur pyetej pse po je kaq falënderues, tha: "Falemekuna abdan shakura." Tha: "Nuk do të jem mund tha pe krijesave falënderuese." Pra, sepse edhe Zoti tha në Kur'an: "Sa më shumë që falënderoni, unë do t'ja ushtoj të mirat." Pra, la in shakartum la azidannakum, do të jeni pe falënderuesve. Falëndero Allahun për natyrën, për ambientin, për pemët, për ushqimin, për shëndetin që të ka dhënë. Sepse ti nëse shkon në natyrë, oksigjeni është më i pastër. 75% e trupit njeriut është ujë. Zoti thot në Kur'an: "Ujin e kena bë bazë të jetës." Më thonë, pa ujë s'ka jetë. Po përveç trupit e njeriut që është 75% ujë, 75% edhe planetit është ujë. Dhe gjitha këto në natyrë ndërtohen në këto habitate, nëse hedhim një vështrim studioz në fushën e florës dhe faunës, në fushën e botanikës, është një mrekulli e vërtetë. Unë kisha rastin para disa vitesh të vizitoj kopshtin botanik në
Gjenevë, të Zvicrës. Dhe kam hyrë aty brenda dhe vinin vizitorë nga gjithë bota. Shumë është interesant. Dhe aty e shihje çdo lule që gjendet në natyrë, çdo lloj lule, tulipan, zambak, trëndafil, gjitha llojet e pemëve dhe luleve që i kishin mbledhur në atë kopsht botanik, që vinin njerëz nga gjitha anët e botës dhe i shikonin. Dhe kur i shihja thoshja, o Allah, o Zot i gjithësisë, sa bukur ti din të krijosh dhe të krijosh në këtë formë kaq të bukur, me ngjyra dhe erna dhe bukuri me plot jeshi. Kjo është.